Kosova ka nisur një anije me ndihma humanitare në vlerën 500.000 euro për popullin e Gazës. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Albin Kurti nëpërmjet një reagimi në rrjetet sociale, ku ka njoftuar se anija është nisur nga porti i Mersinit në Turqi. Kurti tha se qeveria e ka marrë këtë vendim që në muajin janar të vitit 2024, por realizimi i tij u bë i mundur vetëm pas marrëveshjes së fundit të paqes mes Izraelit dhe Hamasit. Sapo morëm njoftimin se anija e ngarkuar me ndihmën humanitare të qeverisë së Republikës së Kosovës, dedikuar për popullin e Gazës, është nisur nga porti i Mersinit në Turqi. Dërgesa jon humanitare me vlerë prej 500.000 euro përfshin tenta, pako ushqimore, batanie dhe 158.000 racione të ushqimit të ngrohtë për banorët në nevojë atje. Qeveria e Republikës së Kosovës e ka marrë këtë vendim që në muajin janar për realizimin e tij u bë i mundur vetëm pas marrëveshjes së fundit të paqes të arritur në udhëheqjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Ndër të tjera, shefi i qeverisë së Kosovës tha se ky akt përfaqëson angazhimin e vendit si pjesë e solidaritetit ndërkombëtar për të mbështetur popullatën civile që po përballet me vështirësi teje të mëdha në Gaza.